Lulet e shegës u bën fruta. Ky moment, kur shehni frutat e vegjël të gjelbër duke varur nga degët, është momenti kur shumica e kopshtarëve bëjnë gabimin më të madh të vitit, mendojnë se puna ka mbaruar. Shega ka lulëzuar, ka formuar frut, tani presin vetëm korrjen, gabim. Ky është saktësisht momenti kur puna e vërtet fillon. Shumë prej jush më kanë shkruar pas videos së parë të shegës. Thonin, lule pati shumë, fruta dolën, por pastaj gjysma ran para kohe. Ose frutat dolën të vegjël. Ose qaheshin para se të piqeshin. Sot do t'ju tregoj çfarë duhet të bëni nga momenti që fruta formohen deri në korrje, për të siguruar frut të mëdhenj. Të ëmbël dhe pa çarje, qëndroni deri në fund sepse skena e nënt, ajo e ujitjes kritike të gushtit, është ajo që pak njerëz e njohin dhe që shpjegon pse frutat qahen para kohe. Para se të fillojmë, nëse nuk jeni abonuar ende, bëjeni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Para se të flasim për çfarë duhet të bëni, duhet të kuptoni çfarë po ndodh brenda frutit të shegës në këtë moment. Kjo shpjegon pse çdo vendim që merrni tani ka pasoja të mëdha. Fruti i shegës pas lulëzimit kalon nëpërmjet 3 fazave të zhvillimit. Faza e parë është zhvillimi i strukturës. Nga formimi i frutit deri rreth 6 javë pas. Gjatë kësaj faze fruti po ndërton strukturën e tij të brendshme, ndarjet dhe dhomëzat ku do të formohen kokrat. Çdo stres gjatë kësaj faze rezulton në fruta me strukturë jo uniforme. Faza e dytë është rritja e shpejtë. Nga java e 6 deri rreth java e 12 pas formimit. Fruti po rritet me ritëm shumë të shpejtë. Kjo është periudha kur uji dhe lëndët ushqyese konsiderohen kritike. Rritja e shpejtë kërkon furnizim konstant dhe të rregullt. Faza e tretë është pjekja dhe akumulimi i sheqerit. Nga java e 12 deri korrja. Kokrat po mbushen me lëng dhe sheqer. Ngjyra po zhvillohet. Lëkura po forcohet, secila fazë ka nevojë specifike dhe gabimi gjatë njërës ndikon drejt për drejt rezultatin final. Problemi më i zakonshëm pas lulëzimit është rënia e frutave të vegjël, ato fruta të formuar që bien pa arsye të dukshme gjatë javëve të para. Kjo quhet rënia e frutave të rinj dhe ka 4 shkaqe kryesore. Shkaku i parë, stresi hidrik pas lulëzimit. Shega pas lulëzimit ka nevojë urgjente për ujë konstant. Nëse toka thahet edhe 3 deri 4 ditë gjatë fazës së parë të zhvillimit, pema hedh frutët e rinj për të kursyer burime. Ky është mekanizmi i mbijetesës biologjike. Shkaku i dytë, mungesa e kaliumit. Kaliumi forcon lidhjen midis frutit të ri dhe degës. Pa kalium të mjaftueshëm, kjo lidhje është e dobët dhe fruti bie me frymën e parë të erës. Shkaku i tretë, ndryshimet e papritura të temperaturës. Valet e nxehtësisë pas periudhave të freskëta shkaktojnë stres biologjik të papritur. Pema reagjon duke hequr barrën e frutave. Shkaku i katërt, polenizimi i paplot. Nëse lulëzimi ka qenë i paplot ose polenizimi i dobët, frutat e formuar nga lulet e polenizuara dobët bien shumë herët. Nëse po mësoni diçka të re sot, abonohuni tani. Çdo javë sjellim teknika reale si kjo. Tani le të flasim për plehsinë. Shumica e kopshtarëve plehojnë shegën në pranverë para lulëzimit dhe pastaj ndalojnë. Gabim i madh, shega ka nevojë për plehsi të vazhdueshme gjatë gjithë fazës së zhvillimit të frutit. Kaliumi është elementi kryesor pas formimit të frutit. Tretësira e hirit çdo 2 javë nga qershori deri në gusht. 2 gota hidruri zhytur 48 orë në 10 litra ujë shiu, filtrohen dhe hollohen 1:2. Kaliumi i hirit forcon lidhjen e frutit me degën dhe ndihmon akumulimin e sheqerit, por ka diçka shumë të rëndësishme që shumica nuk e dinë. Kaliumi ndikon drejt për drejt ëmbëlsinë finale të shegës. Shega që merr kalium të mjaftueshëm gjatë zhvillimit të frutit prodhon kokra me sheqer dukshëm më të lartë. Lëvozhgat e bananes çdo 2 javë. Fosfor dhe kalium direkt të disponueshëm.
Vendosini të freskëta rreth bazës ose bëjini tretësirë duke i zhytur 48 orë në ujë. Kalciumi është kritik për parandalimin e qarjes, lëvozhgat e vezëve të bluara holl çdo 2 javë rreth bazës. Kalciumi forcon lëkurën e frutit. Pa kalcium të mjaftueshëm, lëkura nuk rritet me të njëjtin ritëm sa pulpa e brendshme dhe fruti qahet. Çaj kompostimi çdo 2 javë. Gjallëri biologjike e tokës dhe lëndë ushqyese të plota. Çfarë duhet shmangur? Ndaloni plesin me azot të lartë menjëherë. Azoti pas formimit të frutit nxit gjethe të reja, por pengon zhvillimin e frutit dhe ul sheqerin. Është gabimi klasik i verës. Ujitura e shegës gjatë verës është ndoshta faktori më kritik dhe ai ku shumica bëjnë gabimet më të mëdha. Rregulla e parë. Ujitje e thellë dhe e rregullt, jo sipërfaqësore dhe e shpeshtë. Shega ka sistem rrënjor të thellë. Ujitja sipërfaqësore lag vetëm 10 deri 15 cm tokë dhe rrënjët e thella nuk marrin asgjë. Ujitja e thellë çdo 5 deri 7 ditë gjatë qershorit dhe korrikut siguron lagështi deri 50 deri 60 cm thellësi ku janë rrënjët kryesore. Si e kontrolloni nëse keni ujisur thellë? Pas ujitjes futni shufër metalike thellë në tokë. Nëse del e lagur deri 40 cm, ujitja ishte e mjaftueshme. Rregulla e dytë, kur mos ndryshoni ritmin e ujitjes pa pritur. Nëse keni ujisur çdo 5 ditë dhe pa pritur kaloni në çdo 10 ditë ose anasjelltas, shega reagon me hedhje frutash. Konsistenca është qelësi. Rregulla e tretë, kur mos ujisni me ujë shumë të ftohtë gjatë ditëve shumë të nxehta. Toka e nxehtë dhe uji i ftohtë nga rubineti shkaktojnë shok termik. Rrënjët ngushtohen dhe hedhja e frutave ndodh 3 deri 5 ditë më vonë. Gjithmonë ujisni pas dite vonë ose herët në mëngjes me ujë të qëndruar. Mulçimi 10 cm rreth bazës është absolutisht i domosdoshëm. Kash, gjethe të thata ose copla druri. Stabilizon temperaturën e tokës dhe redukton evaporimin me 40 deri 50%. Shumë kopshtarë nuk e dinë se shega ka nevojë për krahasitje të lehtë edhe gjatë verës, jo vetëm pranverës. Çfarë hiqet gjatë verës? Lastarët e rinj vertikal që dalin nga baza e trungut dhe nga degët kryesore, të quajtura filizat e bazës. Këta filiza vjedhin energjinë direkt nga frutat e formuar. Hiqini menjëherë sapo i shihni, pa pritur. Sa më herët i hiqni, aq më pak energji kanë vjedhur. Degët me shumë fruta të ngeshtura. Nëse shihni deg me 4 deri 5 fruta shumë afër njëri tjetrit, hiqni 1 deri 2 frutat më të vegjël. Kjo lejon frutat e mbetur të rriten shumë më të mëdhenj. 5 fruta të mëdhenj janë shumë më të vlefshëm se 10 fruta të vegjël. Degët e sëmura dhe të thara. Hiqini menjëherë dhe djegni materialin larg kopshtit, gjethet e thara dhe të verdha. Hiqini rregullisht sepse janë burim i mundshëm sëmundjesh dhe pengojnë qarkullimin e ajrit. Si bëhet krahasitja? Gjithmonë me gërshër të pastra dhe të dezinfektuara. Prerje e pastër dhe e drejtë për drejtë. Mbuloni plagët e mëdha nëse temperatura është shumë e lartë dhe rreziku i sëmundjeve rritet. Vera është periudha kur sëmundjet dhe dëmtuesit janë më aktiv dhe dëmet mund të jenë katastrofike nëse nuk veproni shpejt. Sëmundja e kalbëzimit të frutit, botrytis, shfaqet si njolla kafe mbi lëkurën e frutit. Zakonisht ku 2 fruta prekin njëri tjetrin ose ku insekti ka bërë vrim. Kërpudha hyn dhe zhvillohet brenda frutit. Parandalimi, siguroni qarkullim të mirë ajri me krahasitje. Kur mos lagni frutat gjatë ujitjes? Aplikoni tretësirë bakri nëse shihni shenjat e para, krimbi i shegës, deodorit epiarbas, larva hyn brenda frutit dhe ha kokrat nga brenda. Fruti duket normal nga jashtë, por brenda është shkatëruar. Shfaqet me vrima shumë të vogla dhe lëng të tharë rreth tyre. Zgjidhja natyrale, kurthet e feromone, rrjeta mbuluese mbi fruta, aplikimi i argjilës kaoline mbi frutat e rinj, afidët dhe insektet grumbullohen në lastarët e rinj.
Tretësira e sapunit të zarzavateve herët në mëngjes, sëmundja e zezëzimit, alternaria, njolla të zeza mbi frutat e pjekur. Shkaktohet nga lagështia e tepërt dhe plagët e vogla. Korni menjëherë frutat e prekur dhe trajtoni me tretësirë bakri. Ky është sekreti kryesor i videos dhe ai që pak njerëz e njohin, gushti është muaji kritik i shegës. Frutat janë duke u mbushur shpejt me lëng dhe sheqer. Kokrat po rriten me ritëm shumë të shpejtë. Dhe lëkura po forcohet. Problemi i qarjes ndodh saktësisht kur ka pabarazi midis rritjes së brendshme dhe kapacitetit të lëkurës për t'u zgjatur. Nëse toka ka qenë e thatë për disa ditë dhe pastaj bëhet ujitje e madhe ose bie shi i fortë, pulpa e brendshme rritet shumë shpejt pa pritur. Lëkura nuk ka kohë të adaptohet. Fruti qahet. Kjo është arsyeja pse shumica e qarjeve ndodhin pas shirave të gushtit ose pas ujitjes jo të rregull, zgjidhja, ujitje absolute konstante gjatë gushtit. Çdo 3 deri 4 ditë të rregull, pa ndërprerje. Kur mos lini shegën të thahet gjatë gushtit edhe nëse moti duket se po ndryshon. Nëse bie shi i fortë pa pritur gjatë gushtit, kontrolloni menjëherë kullimin rreth bazës. Uji i stagnant rreth rrënjëve rrit thithjen e shpejtë të ujit dhe rrit rrezikun e qarjes. Nëse toka ka kullim të dobët, krijoni kanale të vogla kullimi rreth pemës, kalciumi para gushtit, aplikimi i kalciumit, lëvozhga vezësh të bluara ose tretësirë kalciumi të holluar. 2 javë para periudhës së gushtit forcon lëkurën dhe rrit elasticitetin e saj. Lëkura e fortifikuar me kalcium mund të zgjerohet shumë më shumë pa u qarë. Mulçimi i shtuar, shtoni shtesë mulçi gjatë gushtit, deri 15 cm. Kjo stabilizon lagështinë e tokës dhe parandalon luhatjet e shpejta që shkaktojnë qarje. Shumë kopshtar korrin shegën shumë herët ose shumë vonë. Të dyja janë gabim. Shenjat e pjekjes së shegës, e para, ngjyra e lëkurës. Varietetet e kuqe kalojnë nga jeshile në rozë dhe pastaj në të kuqe të thellë. Varietetet e verdha kalojnë nga jeshile e ndritshme në të verdhë të ardhë. Por ngjyra e jashtme nuk është e mjaftueshme. E dyta, zhvillimi i anëve. Shega e pjekur zhvillon anë të sheshta ose pak të ngushta midis kokrave, duke i dhënë formë shumë këndore. Shega e pa pjekur ka lëkurë perfekt të rumbullakët. E treta, zëri. Trokit lehtë me gisht mbi frutit. Shega e pjekur jep zë metalik dhe të mprehë. Shega e pa pjekur jep zë të mbytur. E katërta, bishti i lules. Në fundin e kundërt të bishtit, kurorza e tharë e lules duhet të jetë e tharë plotësisht dhe e kthyer pak lart. E pesta, koha. Varietetet e hershme piqen shtator. Varietetet e vonuara tetor dhe nëntor. Njihni varietetin tuaj. Shega korret gjithmonë me gërshër ose thik, kur mos e tërhiqni me dorë. Lini 1 deri 2 cm bishtit bashkë me frutit, korni gjatë mëngjesit të hershëm kur temperatura është e ulët. Shega e nxehtë është shumë më e brishtë, kur mos e vendosni shegën direkt në diell pas korjes. Korreni në hijet dhe kalojeni menjëherë në vend të freskët, shenja që tregon se shega është shumë e pjekur. Lëkura ka filluar të qahet ose kokrat janë tharë pak. Korni menjëherë, ruajtja e shegës, shega ruhet shumë mirë. Temperatura ideale 5 deri 8 gradë, lagështia relative 85 deri 95%. Në frigorifer qëndron 1 deri 3 muaj, nëse ruani në temperaturë dhome. Zgjat 2 deri 3 javë. Vendoseni në vend të freskët dhe me ajrosje të mirë, shenja e shegës se ka filluar të prishet, lëkura bëhet spongjioze dhe depërtimi dhe kokrat humbin lëngun. Nëse keni sasi të madhe, kokrat mund të nxirren dhe të ngrihen. Ngrirja e kokrave të shegës zgjat deri 12 muaj. Shumica e kopshtarëve, pasi korrin shegën, e harrojnë pemën deri pranverës tjetër.
Gabim shumë i madh. Periudha pas korrjes, tetor dhe nëntor, është koha kur shega ndërton rezervat për vitin tjetër. Çfarë bëni pas korrjes? Kompost i pjekur mirë rreth bazës, 10 cm shtresë deri 2 metra nga trumë. Kjo siguron lëndë ushqyese për dimrin dhe aktivizon jetën biologjike të tokës para pushimit. Plesia me fosfor. Fosforin e shegës pas korrjes ndihmon zhvillimin e sistemit rrënjor gjatë dimrit dhe forcon sythat e luleve për pranverën tjetër. Lëvozhgat e banenes ose superfosfat organik, krahasitja e vjeshtës. Pas rënies së gjetheve, hiqni degët e vjetra sterile dhe ato të sëmura. Kjo është koha ideale për inspektimin e strukturës së pemës. Mbrojtja nga ngricat. Shega është relativisht rezistente ndaj të ftohtit deri 10 gradë. Por rrënjët janë shumë më të ndjeshme. Mulçimi i trash rreth bazës, 15 deri 20 cm, mbron rrënjët nga ngricat. Nëse keni varietete delikate ose jetoni në zona shumë të ftohta, mbuloni trungun me material izolues. Frutat e vegjël, shkak, mungesa e kaliumit, ujitja e pamjaftueshme ose shumë fruta për dej. Zgjidhja, tretësira e hirit çdo 2 javë, ujitja e thellë dhe rrallimi i frutave kur janë të rinj, frutat e qarë, shkak, luhatje e papritur e lagështisë, mungesa e kalciumit. Zgjidhja, ujitja e rregullt absolute gjatë gushtit, lëvozhgat e vezëve çdo 2 javë, mulçimi i trash, kokra pa shije, shkak, mungesa e kaliumit gjatë fazës së pjekjes, ujitja e tepërt gjatë gushtit që hollon sheqerin. Zgjidhja, tretësira e hirit vazhdon, reduktoni ujitjen 2 javë para korrjes, lëkura e zezë ose me njolla, shkak, alternaria ose botrytis nga lagështia. Zgjidhja, tretësira bakri, qarkullim i mirë ajri, korrje e menjëhershme e frutave të prekur, fruta që e bien para kohe, shkak, stres hidrik, mungesa kaliumit, temperaturë ekstreme. Zgjidhja, ujitja e rregullt, tretësira hiri, hyjezim gjatë mesditës nëse temperatura është shumë e lartë. Qershori, java 1 dhe 2, kontrollo kullimin rreth bazës. Fillo ujitjen e thellë çdo 5 deri 7 ditë. Hiq lastarët e bazës menjëherë. Apliko tretësirën e hirit, java 3 dhe 4, kontrollo nëse ka rënje frutash. Nëse po, shto kalcium menjëherë. Vazhdo tretësirën e hirit dhe lëvozhgat e banenes, korriku, java 1 dhe 2, frutat po rriten me ritëm të shpejtë. Ujitja kritike. Çdo 5 deri 7 ditë, e thellë. Kontrollo për krimbin e shegës. Rallo frutat e ngeshtur shumë afër, java 3 dhe 4, apliko kalcium, lëvozhga vezësh. Kontrollo mulçimin, shto nëse është zvogëluar. Vazhdo plesim, gushti, java 1 dhe 2, intensifiko ujitjen. Çdo 3 deri 4 ditë. Absolute. Apliko kalcium shtesë. Shtresa shtesë mulçi, java 3 dhe 4, frutat po piqen. Kontrollo shenjat e pjekjes. Vëzhgo për qarje dhe vepro menjëherë nëse shihen. Reduktoj ujitjen pak pas java 4, shtatori, korrja sipas shenjave të pjekjes. Plesia pas korrjes me kompost. Krahasitja e vjeshtës pas rënies së gjetheve. Shega juaj ka kaluar fazën e vështirë të lulëzimit dhe polenizimit. Frutat janë formuar. Por rruga deri te korrja e shegës së madhe, të ëmbël dhe pa qarje kërkon kujdes specifik dhe të vazhdueshëm gjatë gjithë verës. 3 gjëra të mbani mend. E para, ujitja e rregullt dhe e thellë, sidomos gjatë gushtit, parandalon qarjen. E dyta, kaliumi nga hiri dhe kalciumi nga lëvozhgat e vezëve janë 2 elementet kritike të verës. E treta, hiqni lastarët e bazës menjëherë sapo i shihni. Çdo ditë vones nënkupton energji të vjedhur nga frutat tuaja. Shkruani në komente çfarë problemi po keni tani me shegën tuaj. Nëse frutat janë qarë, nëse janë të vegjël, nëse kanë rënë. E lexoj çdo koment dhe ju ndihmoj. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që ka shegë dhe po lufton me verën. Shihemi javën tjetër në kopshti i agimit. Mirupafshim.